Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk i ka ndalur sulmet ndaj ish-deputetit demokrat Ervin Saliani. Gjatë një bashkëbisedimi me banorët e Dibrës, lideri i opozitës u shpreh se Saliani ka bashkëpunuar me persona të akuzuar për krime të ndryshme. Informacionet të verifikuara, ky në burg drekonte dhe darkonte me Plum Gjokën dhe Oltën Bistrin. Shkonte në Qerret te Ergys Agasi. Ergys Agasi ishte njeriu që u sulmoja më shumë. Madje Berisha pretendon se Saliani nuk ka dashur zgjedhje brenda partisë. Më thot, nuk do të bësh zgjedhje në parti, thot. Pse i them unë? Thot sepse në diktatura nuk bën, opozita nuk bën zgjedhje. Jo, i thash, unë do bëjmë zgjedhje. Se edhe Navalni, më dha shembull në Navalni nuk bëhesh zgjedhje këto. Jo, i thash, unë zgjedhje do bëjmë ne, thash, se kështu është puna. Unë për këtë do bëjmë zgjedhje. Iku. Vinte në mbledhjet kryesisë rregullisht. Në mënyrë absolute nuk shtronte asnjë gjë të veçantë. Kryetari i Partisë Demokratike foli edhe për protestat, duke thënë se opozita është në kilometrin e fundit për rrëzimin e Edi Ramës. Ne do protestojmë me të gjithë forcën tonë të pamposhtur gjën fitoren tonë. Ne nuk tërhiqemi. Ne nuk mposhtemi. Ne e faktuam që jemi të pamposhtur. Dhe ky është kilometri i fundit. Dhe këtë kilometër ne do ta bëjmë me forcën më të madhe, me dignitetin më të madh. Berisha i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen protestës së 8 majit para kryeministrisë.